Përshëndetje të nderuar teleshikues, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në Report TV me mua Enida Vladi. Këto janë titujt kryesor të lajmeve për mbrëmjen e sotme. Kosova është një shtet i pavarur dhe territorin e saj Beogradi e ka humbur, thekson kryeministri Rama, ndërsa i kujton presidentit Vučić se duhet të respektojë të drejtën ndërkombëtare kur flet për devijim të lumit të Ibrit. Ministri i Jashtëm serb përgjigjet duke thënë se Tirana s'ka lidhje me Ibrin. Brukseli kërkon nga Beogradi të shmang këto deklarata. SBA normalizoni marrëdhëniet. Një objekt peskatësh i gjithi paleje ngritur në më shumë se një vit në Qeparosh kriu IMT në Himar dhe pezulloi zinxhirin drejtues të policisë lokale që ishte në detyrë kur ndërtesa shtonte katet. Ish shefi i komisariatit Himar, polici i zonës dhe 3 zyrtarë të IMT-s janë në kërkim, ndërsa pronari i Kodinës me 2 zyrtarë të policisë u arrestuan. Nga qershori deri më sot, policia ka arrestuar 21 persona për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa sistemi evropian për zjarret thotë se janë djegur gati 3000 hektar sipërfaqe. Në kulmin e betejës me flakët, dorëhiqet kreu i zjarrfikësve Arben Cara. Për emergjenca të dispozicion 88.2 milion euro nga buxheti i shtetit dhe bashkive. Vit po shoqërohet me më pak lindje dhe më shumë vdekje krahasuar me një vit më parë. Në 6 muaj, thot Instat, erdhën në jetë pak më shumë se 10.000 bebe, ndërsa shifrat në 3 mujorën e dytë ishin në nivelin më të ulët të dekadës së fundit. Mbi 250 të vdekur, qindra të plagosur e mira të zhdukur është bilanci tragjik nga tërmeti me magnitudë 7.4 i shkallës Richter që goditi dje Kolumbinë dhe vende të tjera të Amerikës Latine. Numri të vdekurve mund të rritet pasi dyshohet se ka shumë të bllokuar në ndërtesa. Shpallet gjendja e katastrofës kombëtare.